Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam një grua 50 vjeçe dhe desha t'ju tregoj diçka që më ndodhi para ca ditësh. Por gjithçka filloi kur isha rreth 20 e ca vjeçe, në një kohë kur shumë njerëz nga vendi ynë po merrnin rrugët për një jetë më të mirë. Unë u nisa bashkë me dajen tim dhe familjen e tij drejt Greqisë. Shkuam për të punuar në sezonin e mbledhjes së ullinjve. Mezi që shkuam, por është histori tjetër ajo. Kur shkuam atje, ishte një punë plot mund. Ngriheshim herët në mëngjes dhe ktheheshim në kohën për të fjetur. Por ishim me fat. Ne u strehuam në shtëpinë e një shqiptari tjetër, i cili i kishte ca vite që jetonte atje dhe kishte ngritur një jetë shumë të rregullt. Ai burri i shtëpisë kishte 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë që quhej Artan. Ata ishin pikërisht në moshën time, e duke jetuar nën të njëjtën çati dhe duke ndarë të përditshmen, ne u afruam shumë shpejt me njëri tjetrin, e sidomos me vajzën e pronarit, unë u lidha aq shumë sa u bëm si 2 motra. Qëndronim bashk, flisnim për gjithçka dhe ndihmonim njëra tjetrën. Po ashtu edhe me Artanin kisha një marrëdhënie të shkëlqyer, që në ditët e para unë e konsiderova dhe e desha si vëllaun tim. Ai ishte një djalë punëtor i sjellshëm dhe na trajtonte me shumë respekt. E pas disa kohësh, daja im u kthye, por miqësia ime me atë familje mbeti e pandryshuar. Vitet filluan të kalonin. Kur Artani u martua, unë isha aq e lumtur sa nuk gjeja fjalë ta përshkruaja. U bëra gati, bleva rrobat e reja dhe shkova në dasëm me të njëjtën gëzim që do të kisha pasur si për martesën e vëllaut tim. Pas martesës, jeta ati vazhdoi dhe i lindi një djalë. Për mua, ardhja në jeta ati fëmije ishte një gëzim tjetër i madh. E mbaja në krah kur ishte i vogël, i blija dhurata dhe e konsideroja saktësisht si djalin e vëllaut tim. Koha bëri të vetën. Jeta ime ishte ndarë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Herë qëndroja këtej, e herë shkoja andej. Lidhjet me familjen e Artanit nuk i humba kurrë. Shkoja i vizitoja sa herë që kisha mundësi. Por ndërkohë, ai djali i vogël që unë e kisha përkundur, ishte rritur dhe ishte bërë një djalosh i ri. Këtu filloi edhe ajo pjesa e historisë që unë nuk e kisha menduar kurrë. Ai kishte marrë një natyrë shumë të lasdëruar. Ishte mësuar t'i plotësohej çdo dëshirë. Ishte çapkën dhe kishte një gozim që mua shpesh më linte pa fjalë. Kur shkoja tek shtëpia e tyre, ai gjente gjithmonë një moment për të më ngacmuar saktësisht për atë gjë. E unë isha një grua e pjekur, ndërsa ai, një djalë mbi të 20-tat që nuk e vriste mendjen fare. Me thoshte gjëra që unë s'dija si t'i përgjigjesha, e unë vetëm skuqesha në fytyrë nga sikleti. Nuk dija çfarë të bëja, sepse për mua ai ishte sikurse të ishte vërtet djali i vëllaut tim, edhe pse në të vërtet se kisha asgjë. Një ditë po pinim kafe të 2 në salon dhe ai më tha fjalën e radhës. Po pse nuk vjen të rish tek ne si më përpara? Pse duhet të rish tjetër kund kur vjen në Greqi? Unë për t'i mbyllur gojen dhe për të mos i lënë shteg i thash: tani ju jeni familje e madhe, jeni zgjeruar,
Shtëpia ju është mbushur plot. Nuk kam me vend unë tek ju si dikur. Ai nuk e la me aq, me pa dhe ma ktheu me njëherë pa pikën e turpit. Eja ti tha, se ta bëj unë një vend edhe ty këto. E rrim bashk, pastaj me shkeli syrin. Përsëri u skuqja dhe me erdhi një nxehtësi në fytyrë. Unë ngrita nga tavolina dhe shkova në kuzhinë për ta shmangur çdo bisedë me të. Por ai ishte i papërmbajtshëm. Kërkonte çdo mundësi kur mbeteshim, qoftë edhe 2 minuta vetëm për të më thënë diçka. Unë nuk kam puthur kur asnjëherë në jetën time, më tha një ditë. Me lërtë të puthi ty një herë, të paktën ta provoj, më thaj. E pash aq e habitur, por i thash mjaft me qetësi për ta larguar. Në rregull i thash, afrohu dhe me puth në faqe. Jo, me tha ai dhe tundi kokën. Unë nuk dua në faqe, dua të puth në buzë. Larg qofti thash. Çfarë janë këto fjalë? Mblidh mendjen se po na dëgjon njeri. Sa po fola, në dhomë hyri një nga familjarët dhe ne ndalim biseden me njëherë. Bënim sikur po shikonim televizor. Kjo historia ati vazhdoi me javë të tëra. Ai kërkonte, unë refuzoja. Por t'jem me sinqert, ai lloj insistimi nga një djalë mbi 20 vjeçar, i bukur dhe i pashëm, kishte filluar të më ngatronte mendimet. Gjithaj ngacmim e kishte lëkundur edhe mendjen time. E nuk e dija se çfarë po ndodhte me mua. Por po dorëzohesha para asaj dëshiret e tij që nuk ndalej. Erdhi një ditë kur ne u gjendëm përsëri vetëm. Ai u ofrua pranë meje. Rifilloi përsëri me kërkesën e tij të përhershme, sikur t'i kishte mbetur jeta aty. Më kërkonte vetëm një puthje, vetëm një herë. Kisha dëgjuar s'di sa herë të njëjtën lutje, saqë atë ditë diçka te unë u thye plotësisht e nuk isha as vetja. U mundova të mblidhja veten, e shikoja e i thash me zë të ulët. I thash, haj se zbëhet nami. Ai e dëgjoi fjalën time e ofrua me nxitim. Mendoja se do me jepte vetëm një puthje dhe gjithçka do të mbyllej aty, ashtu siç e kishte shprehur. Por sa po ai u ofrua, nuk ishte vetëm një. Ai me puthi sërish, e pastaj sërish. Nuk dinte të ndalej fare. Gjithë ajo nxitje e tij ishte aq e madhe, saqë edhe unë harrova çdo gjë që i kisha thënë. Harrova se kush ishte dhe kush isha. Nuk provoja ta largoja më, por fillova ta puthja edhe unë atë. E gjërsa po putheshim, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe. Ju faleminderit që na ndoqët.